Ekzekutimit të vendimeve penale në Fier. Pas shqyrtimit të dosjeve të gjithë të dënuarve me vendim penal të formës së prerë, Komisioni i ngritur për zbatimin e ligjit vendosi që 104 të dënuar të lirohen nga vuajtja e mëtejshme e dënimit, ndërsa rreth 210 të dënuar të përfitojnë ulje dënimi me 1 vit, e cila do të zbritet nga periudha e mbetur. Sipas njoftimit të drejtorisë së institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Fier, pjesa më e madhe të liruarve janë dënuar për vepra penale me marrë të ulët dhe mesatar dënimi. Nga amnistia përfitojnë gjithashtu edhe 2 shtetas të huaj, pakistanezi Asad Ali, i dënuar për ndihmë për kalim të palishëm të kufirit, dhe rumuni Florian Balanescu, i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike. Mes përfituesve janë edhe të dënuar me masa të larta dënimi, të cilët në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit u kishte mbetur vetëm më pak se 1 vit për të vuajtur. Bëhet fjalë për Luan Fushën, i dënuar me 25 vite burg për vrasje me paramendim, i arrestuar në korrik të vitit 2008, si edhe Erlit Kegën, i dënuar me 14 vite burg për vjedhje me dhunë, i arrestuar në vitin 2014. Nga amnistia përfitojnë gjithashtu edhe 7 të dënuar mbi moshën 60 vjeç, të cilëve u kishte mbetur më pak se 1 vit nga dënimi për të vuajtur. Në ambientet e jashtme të burgut prisnin familjar, ndërkohë që të liruarit e kanë vlerësuar amnistin si pozitive. Me çfarë do t'ikësh? Ku dëgjon në makinë qasit që djemë dy. S'ke njeri që të pres. Po se dim familjarën, po një se më rëmi. Sa e keve dënimin, sa kohë? 2 vjet, 2 vjet, e sa të kish mbetur? edhe 4 muaj. Si e vlerësoni amnistin? Faleminderit që në ndërnë. Stafi këtu më Çfarë rregullueshëm. të pret tani kur të vesh në shtëpi, çfarë Po punë do ku bësh? dëgjon e moda të ecin përpara të shiti, ku dëgjon. Sa vite vojtë të dënimin këtu në JVP Fier? 3 vjet. Për çfarë ishit dënuar? Shkelet ligjit. Sa përfituat? 2 muaj. Si e vlerësoni amnistin? Po hajde, mëshirë. Ku do shkoni sot? Në cilin qytet? Në Tepelen. Pret familja juaj? Natyrisht. Personale sepse mund të rikthehen prapë. Në Shqipëri nuk mund të jetosh dot. Njerëzit pa përkraje që jetojnë dot pa shkelur ligjin. Pse? Ty se thash? Duhet jesh më i Do kështu. në Shqipëri pa shkelur ligjin? Po, nuk jeton dot njeriu pa përkraje. Po Po se to kjo Shqipëria, nuk e dini ju? Nga e di, nuk je shqiptare? Shqiptare janë, çfarë pune do bësh tani që dole? Nuk e di. Do mbash familjen? Nuk e di. Do mbash familjen tënde? Nuk di. Këto janë senator personal, pse i Po, merr? kanë të tjera. Nuk ja dhuro ata. Po se po vakit kthehem prapë, ku ta dish? Të blej gjithmonë? Atëherë kjo do thotë që nuk është bërë mësim. Si? Nuk është bërë mësim burgu. Si burgu mësim, çdo me thon fjala mësim. Atëherë për të mos ardhur më këtu. A bën vaki njeriu të mësohet, të mos mbijetoj? Këtë, e llogarit do ti? Sipas Pikë pari jemi rob të Zotit që don të jetojmë. Pastaj jemi rob të ligjit. Falni, sa të Në qoftë se neve nuk zgjidhim problemet kryesore të jetesës, miru çfarë do bëj? Atëherë ju keni patur probleme Si? ekonomike që Si arritët probleme? deri këtu. Po të gjithë probleme ekonomike. Nuk mësove një zanat. Edhe ti me probleme ekonomike. Edhe ti sklave një që si unë. në Po burg ti nuk e vi, sklave shpije. Sklavët e shtëpisë janë që më të përkëdhelur. Kanë mundësi mbijetese. E kanë zgjidhur mbijetesën, kurse populli thjesht e ka zgjidhur mbijetesën. Ta dish. Zotri, nuk mësove dot një zanat, tani jetu tjetë Tani unë jam me zonat që nga 78. Cili është profesioni? Shofer. Shofer kanë. Jo, do në la skena ligjin,